Kryetari i Partisë Socialiste Edi Rama ka zhvilluar këtë të shtunë një takim elektoral në qytetin e Maliqit, ku ka vënë në dukje transformimin e qytetit. Ndërkaq, Rama ka bërë thirrje të votojnë integrimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Në këto vite jemi përpjekur që investimin tuaj, besimin tuaj, mbështetjen tuaj ta kthejmë në punë për ju, ta kthejmë në vepra të reja për ju, ta kthejmë në rrugë të reja për zhvillim, për punësim, për mirëqenie. Kjo bashki nuk ngjan në asgjë me bashkinë që ishte kur ne morëm detyrën. Na duhet të bashkohemi të gjithë si shqiptarë dhe duke u bashkuar t'i japim një mbështetje shumë të fuqishme negociatave për antarësim në Bashkimin Evropian dhe t'i japim një mesazh shumë të qartë dhe të fortë të gjithë vendeve të Evropës. Duke nxjerrë nga kutitë e votimit një shumicë jo thjesht aritmetike, por një shumicë popullore, e cila i thotë Evropës ne duam në fund dhe duam tani të ulemi në sofrën e përbashkët Bashkimit Evropian. Kreu i qeverisë gjithashtu ka inspektuar punimet në lagjen historike të Pogradecit, që synon të kthehet në një atraksion të ri të qytetit.